Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, nga Big Brother VIP Kosova, tani do të kalojmë te Big Brother VIP Albania. Unë e di që e prisni me shumë mall, e di që e prisni me shumë dashuri, e di që mezi dëshironi që të kuptoni se çfarë po ndodhen në këtë reality show dhe unë kam filluar të ndjek lajmet dhe të zbuloj. Më thënë kam hyrë kështu si shushunjë në për Top Channel për të arritur të kuptoj se çfarë bëhet në Big Brother, ëh? Dëshironi të dini çfarë bëhet, po dëshironi të dini se ju jeni thashet e me xhin. Moderatorët e projektit televiziv dedikuar fëmijëve të realizuar nga Fondacioni Dritan Hoxha dhe Top Channel Fan Camp, Aleksandër Grami dhe Ermir Hoxhaj bënë një deklaratë se do të jenë pjesë e sezonit të 5 të Big Brother VIP Albania. Dëgjoni mirë. Moderatorët e projektit televiziv dedikuar fëmijëve të realizuar nga Fondacioni Dritan Hoxha dhe Top Channel Fan Camp, e dini shumë bukur për kë bëhet fjalë, do me thënë. Aleksandër Grami dhe Ermir Hoxhaj bënë një deklaratë se do të jenë pjesë e sezonit të 5 të Big Brother VIP Albania. Duke u pyetur dhe personazhin tjetër, Kërmill Mili, që me shaka tha se pas projektit do t'ishte opinionist i Big Brother VIP Albania 5, dy aktorët e show-t humorit portokalli thanë se edhe ato do të ishin aty si banor të sezonit të ri të spektaklit më të ndjekur shqiptar. Ne do t'jemi banor, thanë ata, teksa Mili i habitur tha se do t'u jepte opinione kritikuese në çdo puntat. Projekti televiziv Fan Camp mbylli si parin këtë të shtun në Top Channel. Ai u realizua në një kamp pranë natyrës dhe kafshëve me lojra dhe sfida për të vegjëlit. Aktori Ermir Hoxhaj ka qenë i ftuar në një nga prajmet e Big Brother VIP Albania 4, ku ka imituar aktorin Laerd Vasili. Por a do të jetë pjesë e Big Brother VIP 5-s, Ermiri apo Sandri, apo të dy bashk? Kjo mbetet për t'u parë në javët në vijim. Produksioni deri më tani as nuk e ka konfirmuar dhe as nuk e ka mohuar këtë deklaratë. Do me thënë, pritet që njëri nga këto të dy të jetë pjesë, do me thënë të gjithë duam ta shohim me mirin, sepse po dhe Sandri, nga që është një protagonist fenomenal, janë aktor që na kanë dhënë shumë dashuri dhe mendoj që shtëpisë së Big Brotherit i duhen ngjyra aktoreske, i duhen ngjyra humori, i duhen ngjyra pozitive dhe do t'isha shumë kureshtar të shoh për shembull një humorist nga Portokallia si do të dilte nga vetja, sepse ne këto i kemi parë vetëm në skeçe humoristike. Dua të marr mendimin tuaj se si do t'jetë hyrja e dy humoristëve, hyrja e dy protagonistëve të Portokallis në një shtëpi ku ka thika, ku ka luftë, ku ka degenerim, ku ka grindje, ku ka sfidë për ekzistencë. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë gjë, a do të jetë kjo e realizueshme apo jo, apo mbetet thjesht në kuadër të thashë themeve.